Kërkoni fjalën e procedurave. Ju dëgjova pak më përpara që shprehet një shqetësim në lidhje me gjuhën dhe gramatikën në procedurën e kuvendit, por ende nuk kemi dëgjuar nga ju si kreu i kuvendit apo institucioni në lidhje me denoncimin publik që ka bërë kolegja e nderuar e kësaj salle, zonja Mariana Koçeku, që është kërcënuar nga bandat famkeqe të Shqipërisë. Kam ndjekur, teksa ka munguar komplet reagimi institucional, kam ndjekur edhe reagimin e kolegëve të së-majtës, të cilën e kanë quajtur një pretendim Instagrami, dhe madje edhe më rënda akoma duke thënë që sa kohë që banda e bajrave prezumohet e pafajshme, nuk mund të reagojmë. Prandaj zoti kryetar, dua të di nëse ju keni pasur kontakt, dua të di nëse Ministria e Brendshme dhe Garda e Republikës e ka marrë në mbrojtje deputeten, sepse ajo sot mungon në sallë, duke nënkuptuar që ka të vështirë të kryej funksionin e saj. Duam ta dim këtë gjë. Dhe së dyti, zoti kryetar, Parlamenti Evropian dje me urgjencë ka dëgjuar zërin e rinisë shqiptare. Ka miratuar një rezolut ku ka kërkuar moratorium për ligjin me porosi të 2024-s që lejon Edi Ramën të ndërtojë ku të dojë. Prandaj është e paimagjinueshme, madje është absurde, se si prej 18 ditësh ky parlament nuk flet për protestën e të rinjve, por flet Parlamenti Evropian. Dhe është e qartë se ata të rinj po e çojnë Shqipërinë në Europë dhe jo ky parlament. Ndaj nuk ka kuptim ky rendite, nuk ka kuptim që sot në këtë seancë ne të miratojmë amnisti penale, të largojmë, të heqin nga buxhet keqbërës, ndërkohë nuk flasim për të rinj që dalin në shesh. Të rinj që po flet gjithë bota, që gjithë media ndërkombëtare më serioze po e transmeton live. Dhe ky parlament hesht. Si mund të heshti ky parlament? Përfaqësuesit e kujt është ky parlament? Ndaj nëse ka një kërkesë, zoti kryetar, janë vetëm dy. Ktheheni çështje dite, mocion për debat, do të flasim vetëm për protestën, kërkesat e saj. Dhe nëse nuk ndodh kjo, keni guximin tjetër, atëherë shpëndani këtë parlament të turpshëm. Shpëndani menjëherë. Ka dalë rinia në shesh, kërkojnë zgjedhjet parakosh me dorëheqje. Nuk ka kuptim të sillemi sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Prandaj zoti kryetar, ju lutem, ktheni përgjigje për çfarë kërkova në këtë seancë dhe së fundmi, ju lutem shumë, mos e ktheni këtë parlament në një prokurori politike. Ditën e martë ka ndodhur një akt i rënd në këtë parlament, teksa kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe kreu i sekretariatit zoti Manja ka përjashtuar për 30 ditë kryetarin e partije, zotin Shehaj, cilën e keni apeluar, po jo vetëm kaq, po më ka fyer dhe mua personalisht duke më mohuar fjalën në Komisionin e Ligjeve. Mos e ktheni parlamentin në një parlament prokurorie politike, zoti kryetar. Faleminderit. Në fakt e gjithë fjala juaj ishte për ta kthyer parlamentin në prokurori politike. Kërkesa që nuk lidhen fare me punën tonë të ditës. Ka institucione që ndjekin edhe pretendimet për intimidime, për kërcënime e tjera, nuk mund të merremi ne këtu në parlament. Nëse e keni për populizëm, ju lutem mos shfrytëzoni hapësirën e procedurës. Fjalimet politike bëheni ku të doni gjatë kohës që keni, por jo te procedura, sepse procedura lidhet me funksionimin e një institucioni shumë të rëndësishëm që është Kuvendi i Shqipërisë. Dhe edhe mos bërtit, zoti Shehaj, mos merr avantazhin e timbrit të veçantë të serit. Zoti Gjiknuri. Kryetar, në fakt, procedura liras replik, sepse tash mu dha rasti, meqense politikani më parshëm, që unë e quaj një lloj babeli psikologjik, se gjithmonë aty ku do t'i mshoj asaj që ka rëndësi dhe e bën irrelevant, ka një parim që e di shumë mirë se njihemi prej kohësh, nuk ka rëndësi gënjestra, thot, ka rëndësi kush e thot i pari. Në fakt, ajo teknologjia e tij funksionon. Sa për emrin që më përmendi, ai e di shumë mirë që unë s'kam lidhje fare me ata persona, as njoh asnjëri nga ata, dhe kjo është gjë e verifikueshme, siç janë dhe çdo udhëtimi imi, sepse ne fatmirësisht apo fatkeqësisht kemi qenë subjekte gjithmonë të skrutinitetit të çdo lloji, por fatkeqësisht disa nga emrat që përmenden aty familjarët e tij janë në foto. Nuk po them kanë apo s'kan lidhje, atë gjë ta sqaroj zoti punës. Por kjo është për ata njerëz dashamirës të interesuar për emrin tim që aty kemi të bëjmë me një shpifje ordinare që s'ka lidhje me realitetin. Tashi pse ky është i konfuzuar
nga protesta dhe do që ta kthej protestën në avantazhin e tij, këtu prap ka një kontradiktë të thellë. Se në fakt tu drejt e thanë, i pari që tha anti-trumpizëm është ai. Më vonë e ktheu pllakën. Kur të dali e vërteta e Arubës, edhe unë do të them, çfarë marrëveshjesh ka bërë ai për t'i lënë hapësirë që të udhtoj prapë në Amerikë. Këtë mbase i duhet t'ia shpjegoj demokratëve të tij, por unë do të flas kur dali dhe e vërteta e Arubës. Faleminderit. Urdhëroni. Replik, zoti Berisha. Replik mbi fjalën për procedurë të zotit Çiknuri. Me asnjë shpifje nuk e la dot veten tënde. Damian, dile bëj be këtu që s'ke qenë në... Dil bëj be, dil betohu këtu, betohu që nuk e qenë në Aruba. Dil këti, kurse për saj përket asaj, të garantoj që gjithë qka është trillim, dhe vetëm trillim, fatmirësisht dosin e ka ndorë një armik i imi, që quhet Troplini, Altin Troplini, Altin Gjoka. Aja ka dosjen. Dhe ai me zi do prishte të shifte, kurse ty të fshehaj. Olsi Ramen e fshehaj. Angela Gacin e fshehaj. Nuk e fsheh për ty. Nuk e fsheh për Angelin. E fsheh për Edi Rama. E fsheh. Tani, në qofë se ti thua nuk kam qenë, dil bëj be këtu, në Bibel, betohu vene këtu Biblen, edhe je laju para shqiptarve. Bëj be, por nuk bëndot be. Jo, nuk bëndot. Dil provoje, hajde provoje. Kurse unë thuaj, kërko ti publikojnë, kërko ati ti publikojnë për të vërtetuar që nuk jeti. Kërkoni ti publikojnë, s'kërkoni dot. Sulen Edi Rama, Sulejon Edi Rama, ata hapin llafet. Për ty, llafet janë të tyre. Kërko ti publikojnë. Këtë të thema më ta, jo. Po që... Falenderit. Ulluni, zoti Berisha. Vijojmë me kërkesat për procedurë. Zoti Redi Muçi. Me listë. Me listë. Kush? Asnjëherë se ka marrë. Se ka marrë askush. Askush. Me listë, sipas procedurës.